Deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Mefail Bajqinovci ka reaguar me tone të ashpra ndaj spekulimeve për një mundësi të koalicionit midis LVV-s dhe Partisë Demokratike të Kosovës, zërat e cilat u shtuan pas takimit të dieshëm midis kryetarëve të dy partive, Memli Krasniqit dhe Albin Kurtit. Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, ai ka mohuar kategorikisht çdo mundësi për bashkëpunim me PDK-n, duke akuzuar Lidhjen Demokratike të Kosovës se po e bllokon qëllimisht punën e kuvendit për ta shtyrë vetëvendosjen në një marrëveshje të tillë politike. Sipas Bajqinovcit, veprimet e LDK-s në kuvend nuk janë të rastësishme, por të mirë organizuara me qëllim të krijimit të një situate të tillë politike që do ta detyronte Lëvizjen Vetëvendosje që të kërkojë partneritet me PDK-n. Megjithatë, ai është treguar i prerë. Kjo nuk do të ndodhë, thot Mefail Bajqinovci. Bllokada e LDK-s ndaj kuvendit ka vetëm një qëllim, të shtyjë lëvizjen në një koalicion me PDK-n, por kjo nuk ndodh, ka shkruar ai në Facebook. Më tej, ligjvënësi i vetëvendosjes ka kritikuar ashpër LDK-n për qëndrimet e saj kontradiktore ndër vite, duke theksuar se për 2 dekada kjo parti e ka akuzuar publikisht PDK-n për vrasje politike, por më pas ka bashkëpunuar me ta politikisht. Ne nuk jemi sikurse ju, që 20 vjet rresht i keni akuzuar për vrasje politike PDK-n dhe në fund përfundonit në prerjen e tyre politik, ka shtuar Bajqinovci më tej. Ky reagim i deputetit të Lëvizjes Vetëvendosje vjen në një kohë kur në skenën politike të Kosovës po qarkullojnë spekulime të shumta për prishje të mundshme aleancash dhe krijimin e konfigurimeve të reja politike, ndërkohë që përplasjet mes opozitës dhe shumicës po thellohen, mungesa e konsensusit po ndikon drejt për drejt në funksionalizimin e kuvendit të Kosovës dhe në miratimin e ligjeve të rëndësishme për vendin. Mesazhi i Bajqinovcit është jo vetëm mohimi i një koalicioni të mundshëm LVV-PDK, por edhe një kritike drejt për drejt për mënyrën se si sipas tij LDK po e përdor institucionin e kuvendit për qëllime të ngushta politike. Në këtë situatë të tensionuar politike, deklaratat e tilla nga figura të larta të partive në pushtet apo opozit vazhdojnë të nxisin debat publik dhe të rrisin tensionet mes subjekteve kryesore në vend. Përkrahasit e VV-s e kanë përshëndetur qëndrimin e Bajqinovcit, ndërsa përfaqësues të LDK-s ende nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje zyrtare ndaj këtyre akuzave.